Ishte emër mi emër? Det Pjetër Kola. Te objekti pas krave tuaj është? I babës tim me vëllezërit e mi. Ju ka njoftu për ndërhyrjen ditën e Absolutisht asnjë lloj njoftimi. Asnjë lloj njoftimi, se më na fa njoftuar një veten çik më të liruar. Bile se më kanë bërë rrethim të pa në mes në orën 5 mëngjesit, që janë traumatizuar gjithë familja. Unë për fatin më të mirë isha sapo isha zgjuar, kur dola në borë dhe isha rrethu shpinë në 4 anë, sikur nuk mund nejt edhe pa folu, thash me pak janë kriminal me pavra 30 veta, ky rrethim thash nuk ashtu. Hajdeni, pim kafe, rrim thash, kur të vinë njerëzit vazhdojmë me bëjmë shembje të këjmë punë. Thash me që keni ardhur për këtë punë. Mirë po s'na lan as me u rrethua, as me u afrua, as me shumë, me nxjerr as se një lloj materiali është ishte gjendje. Por nuk është ndonjë problem. Shteti e ka marrë me që fiton shteti me këto shemje, i uroj ta vazhdojnë deri në fund. Asgjë më tepër. Për sa është vlera që mund keni investuar? po vlera te 300.000 euro kalon atëra aty anë. Ti vlerësojnë ata që janë arkitektë. Po e të pagu me i kalojnë ata. Por Si do ja bëni? Do të lejoni për që? ç'a do bëjnë, do prishet, dinamiti do vendoset, do jesh këtu, po do ishte me nejtë, me po drejt për drejt online prishjen. Ç'a do i bëjmë? Bëjmë luftë me shtet? Luftë me shtet bëjmë dot. Unë personalisht e deklaroj publikisht shtetin se një fare se ekziston. Derisa shteti mos e mnjeh personalisht, edhe asnjë banor të thethit, por ai ka detyrim se mbledh forcat policoreve, nëse na përgatit për luftë, inshallah do në Zoti nuk u lën gjak kërkuj për luftë, ta kalojmë pasisht, po me net ekonomi që na ka dhënë ne fshatarëve këtë kohë, zhvillim turizmit, e shemje turizmit, kam frikë paketa e maleve që e kam një që kjo më shqetëson ma shumë se asnjë, se do jenë investitor strategjik që kanë para me thos, edhe nuk kanë se ku i lajnë vazhdiminde për malet tona, aty unë jam i larë me vdekje. Se për një shtëpi sot barazohem me shumicën e thethit. E njej vetën krejt krenar, që jam me ta, se me pa pështua shtëpia ime dhe moshën tjerat, unë do kisha një vetën të ofenduar. Sot jam krenar se jam me shumicën e popullit thethit. Për ma tepër s'di ç'atëm. Pa knasi ndaj lëvizjeve, veprimeve të pa me kam. Gjithsesi, inshallah do në Zoti na ruajmë qetësinë asgjë më tepër. Do vjoni qëndroni në theth? Morën theth unë jam nër të vetmit, nër pak, mund shkojnë 24-5 gjithë bashkë, që s'kam lëviz nga thethi. Me ba me pa pas pa knasinë që kam sot, s'ka pas shans me ekzistuar në theth sikur edhe shuhem për rrugë jashtë shtetit. Edhe sikur shuhem jashtë, duke ikur se ndoshta zën rreziku e humbet, unë do kisha humb. Kam qenë dasha mirë si këtij fshatit, edhe do t'jem derisi të vdes, me këto kushte. Por, pa knasi ndaj gjithë persona, e përdohen se kam asnjëri sot. Ndaj kryeministrit? Kryeministrit do t'i them, të verë gishtin kokës, të vind na shohin kushte që i kena në dimër. Jo 3 muaj verë, që i ka falë vetë Zoti vetë natyra. Jena i vetëmi popull në gjithë Shqipëri sot, që unë e kam shetit Shqipërinë, që malet tona janë të pa prekura, sepse i kemi mbrojt vetë. Let na i glabrojnë aj sot, let na terrorizojnë aj sot, për këta, unë jam kreti pa knaqën. As gjama tepër, inshallah do në Zoti e vend gishtin, na japin derën, ta hapin derën, që na të bëjmë letra e të marrin takset atime për gjithçka. Kur ai s'na hap derën, ne s'dim ku ta gjejmë. Ta shohin shtëpinë sot. Kryeministri edhe gjithë Shqipëria ku jetoj sot me familje, edhe unë gëzimin më të madh e më të parë kisha që arrita të bëj një shtëpi pak a shumë me u përshtat kohës sotme, moderne, po i them se moderne, po thonë ta se mos më duket gjithashtu moderne, po moderne e mirë, u gëzova. Tani edhe atë gëzim ma humi, nuk e di se ku të mbarën. Unë do ta doja kryeministrin vinte të vizitonte vetëm se ku banoj me familjen time, asgjë tjetër. Atëherë ta vendosin gishtin vetë nëse jam për nim apo jo. Gjithë këto, ndërtime këto gjana, 100 lekë nim nga shteti. Dhe është 35 vjetë demokraci, unë as si kam po, as si kam ku i nderë me thonë apo më nimon. Ka dhe Zoti kam punuar ditë, natën punë, me blegtori, me bujësi, as për blegtori s'ka subvencionuar, as një lloj nimet nga ana e shtetit. Sa për djeni, ja kam ba me dje para 3 vjeç një deputeti që për mua ba vditën e mirë, socialist, vullnetësina nga Vlora, që ka ne 2 net këtu për me,
ja kam ba me djetë të gjitha këto që po t'i them ty sot, që nuk kam asë një loj nimet nga ana shtetit dhe ka ngel i habitur. Edhe i kam thonë, nëse ka pare, droget, arme, kontrabande, gjana, përveç blegtëri, edhe monit tim, kam thonë, Zotë jeni e flakë gjithë. Shumë pak nasi kam, me këto veprimet që kanë ba. Sidomos sot që jem terrorizuar me familje, këto nuk ja fali kurrën e kurrës në ndërgjegjën time, luftë me shtetë bëj. Asë gjama tepër. Shumë faleminderit.